Sa më rëndësishme është të kuptojmë, jemi duke jetuar në epokën ku njerëzit duhet të duken bukur, jo të ndihen bukur. Ramazani na ndihmon edhe të dukemi bukur, të jemi shëndetshëm, edhe të shëndetshëm. Një studiues japonez në vitin 1990, Osumi, mbi emri i tij, bën një studim mbi autofaginë edhe zbulon që gjatë mos ngrënjes, qelizat e shëndetshme, konsumojnë qelizat e pashëndetshme dhe mbas përfundimit të një agjërimi, trupi është shumë i shëndetshëm dhe nuk ka nga këto, madje edhe për sëmundjet e kancerit. Këtë e kam dëgjuar në vetë të parë. Por të rinë gjenën duke bërë palestër dhe duke bërë dieta dhe duke u përpjekur të jenë të shëndetshëm dhe kanë kuptuar që nëse unë agjërojnë, ndihem më qetë, ndihem paqe me veten, me botën, edhe jam më i shëndetshëm. Po të bëj një intro këtu, jo më larg se para një viti e gjysmë, më ka ndodhur, isha në Londër, ishim në taksi, taksixhiu rastisi musliman, duke folur për faktin se jemi shqiptarë dhe sigurisht vinim nga një vend me një shumicë muslimane, ai filloi të tregonte se si ishte diagnostikuar me kancer, se si kishte lënë për të bërë kimioterapinë, dhe gabimisht bashkëshortja e tij nuk e kishte ruajtur dot datën e kimioterapisë dhe kishin vajtur në spital një ditë me vonesë. Dihet që vendet mëdha si Britania e Madhe nuk kanë kohë për të gjithë, sepse janë vende që kanë një rresht social dhe njerëz që janë me takime, sidomos të tilla gjëra. Dhe atëherë ai nuk pa më shpresë, tha që gjithçka ishte e pamundur më që të rikthehesha, data tjetër ishte dhe doktori nuk i kishte dhënë shumë. I kishte vajtur për të takuar dhe për të përshëndetur me familjen e tij në Marok, në mos gabohem, domethënë për vendin, nuk i kishte treguar, ishte periudhë Ramazani, nuk i kishte treguar që sepse nuk duhet ta agjëronte, ai duhet vazhdonte të merrte ilaçet e tjera, ai zgjodhi që të hiqte gjithçka dorë, sepse e dinte se do të vdiste pra në këtë aspekt dhe pasi kaloi një muaj agjërim dhe ishte rikthyer dhe kishte ribërë dhe një herë analizat të doktorit, të paktën kështu ma tha ai vetë na e tha në makinë, ishte befasuar nga rezultatet e dyta pas agjërimit dhe ishte, domethënë, një nga gjërat që ai konsideronte të pamundur, sigurisht vazhdonte të mbetej, por me një përqindje shumë të vogël e cila luftua shumë herë më kollaj se sa dhe kjo është një nga ato historitë që më ka befasuar